Rama më duket që është tipiku I populistit I cili ruan këtë retorikën e flamurit e më të tash, por kur vjen puna, nëse do shohim konkretisht se çfarë masa ose çfarë përpjekjesh ka bërë për gjithë diasporën e Shqipërisë, pra pak gjë mund të dalë në pa, domethënë. Dhe aq më tepër nëse përballë ka edhe një populist tjetër, siç mund të jetë për shembull Nigel Farage në Angli, domethënë. Të dy populistët, njëri I thotë që na mbytën shqiptarët që vinë gjithandej dhe tjetri I cili thotë që bën si baba I kombit, po nga ana tjetër në shkruar marrëveshjet për të riadësuar, ose në raport me emigrantët në Greqi për shembull, shkon aty gjatë fushatës elektorale, tund flamujt, andej kënej krijon këtë incidentin kot me një fjalë me Fredi Beleri me kështu gjërash, dhe kur vjen puna pastaj për të njohur pensionet, për të njohur të drejtat e emigrantëve në punë, për të ndërmarrë masa për të integrimin e tyre më të thjeshtë si thua në shoqëritë në të cilat ata jetojnë, pak gjë ose asgjë s'ka ndodhur me pa fjalë.